Por fotoja që më ka bërë më shumë përshtypje këtu është me Mimoza Ahmetin. Tani, këtu Mimoza Ahmetin, regjia ju lutem, foto me Mimoza Ahmetin. Ja, kjo është foto me Mimoza Ahmetin. Tani, Landi, këtu Mimoza Ahmetin e ke pas sandale. Të prerë. Sepse, po ka shumë mundësi se libri është bocë, nuk është nuk është përfunduar. Tani, ma shpjegojnë që këtë foto, ku janë këtu? Me bursë në Paris, dhe takohesha shpesh me këta, dhe në këta rasta dhe me... Këtu në Paris? Janë Paris, përballë Notre Dame-it. Po, Notre Dame, po. Vjen Moza, ishte edhe bashkë me Julietin atje, edhe me Jusufin, po kjo duke qenë pak e gjatë, jejtë sandalet atje, edhe përqafon Jusufin, që dije që kishin misi të tyre. Jo misi, kishin më shumë se misi, pak të Moza kështu ka thënë? Moza mund të thotë unë si di gjëra. Ti si di, s'meresh me këto gjëra. Unë e fotografova këtu, bile se botova ka e gazeta ku unë... Tani, më falë tani, të tha Moza ty do e që sandalë? Jo, po jo që Moza më si që është vetë, me fjallë, jo që vetë, që ditë me i gjatë. Mos ditë me i gjatë se Jusufi? Po mirë dhe Jusufi nuk që e shkurtër. Jo, normal, po kjo ishte pak si më, edhe... Dhe ju mbështet atje, të sufi. Dhe ti kape dhe sandalët. Mirë, është... Ajo e fotografit, bile se... Pa tjetër që kur e sandalit, duhet ta kapës dhe me atë pjesë. Po shumë e burë, Lando. E botova këtë në atë gazetën ku merja pjesë. Të cilë gazeti që ti? Të gazeta Aleanca. Aleanca, po. Fjallë 95, 96. Ishe Fevziu kryedaktor? Po. Fevziu, Preqik, ishin... Dhe ti u botua me gjithë sandalë? Po. Dhe atit pastaj se unë bëra dhe një tekst, paka shumë bëja dhe një tekst, për shumë kavalieri që e respekton gjithmonë femën, nëzora diçka të tjilë, për shumë. Jusufi ti respekton dhe shumë femën, jo i qishtë. Absolutisht. Dhe i donë dhe femën shumë. Absolutisht. Te kjo ishte e veçanta që... Dhe me thënë drejtën i ngeli pa katrit kjo, për tekstin, po sepse si shduket nuk i pëlqeo kjo. Si pëlqeo kjo që ti shkoj që i donë dhe femën? Edhe që ca pa nuk komunikonte. Kur befas në një takim kështu, në një mbrëmë që a ishte kështu, më vjen aty afër edhe më thotë, Roland, thotë, kush është ajo vajza me pelushkë që më shikon mua, dhe këtu pastaj u thye e akulli që unë i propozoj pastaj për karrigen që e fotografoj. Do më thënë, aji, sa vjeç ishe kur e tha këtë? 95, 96. A i du t'ishe 80 vjeç? 80 vjeç dhe goja lëngë. Jo, ishte, jo, shiko, unë kam vëndëre të këta fisnikët, se këta mund t'a quajmë pa dyshimi, nga fisnikët e racës tonë, janë gjithmonë admirues edhe gjithmonë të së bukurës edhe të femrës, ishin... Jo, a i nuk ka thënë kush është ajo për të thënë thjesht vetë? Jo, thash pse më shikon, kush është ajo, si që në shumë Vrioni ishte dikush. Me i thëtë, kjo është foto nga më të veçanta që ti ke bërë. Jo, është e mirë me i fjallë. Foto tjetër? Ka më shqipën do jetë me Zhvarcin, foto tjetër? Po besoj. Me Robert Zhvarc, me poetin, dhe ti ke bërë dhe një album? Po, kam një album, kam një libër me Zhvarcin, po. Po. Edhe kjo një personazh nga më të diturit dhe më të veçantët në historinë e Dhe ti e ke qarë këtë album? Unë e kam qarë dhe unë kisha dhe një lloj misie, dhe pastaj më eci edhe fotografia, edhe faqosja, edhe të gjitha, edhe titulli një Calvados. Betë ishte personazh shumë interesant. Tani, më kujtua prapa e Jusuf Vrionit. Tregonte vuajtjet? A i ka u burgos? Ka marrë pjesë edhe në ndërtimin e Rinasit? Si burgosur? Si ka mundësi? Djali kryeministrit shqiptar Vrioni? Po përveç asaj kishte një jetë aktive me aristokracinë torineze atje dhe nuk i tregonte, nuk e kishte lënë me njanë, me sa diun, me sa pak muhabete që pa të bërë, ai merreshe gjithmonë me jetën, nuk i jepe shumë. Po diçka nga Zhvarci, që nuk ishte shqiptar, ishte hebrej i Gjermanisë? Zhvarci shumë e veçantë. Unë u miqsova çik me Zhvarcin për dy arsye. E para njëherë se i tregova një fotografi të birit në grevën e studentëve, aty ai u egzaltua me fjalë sepse nuk ishte. Të Edvinit? Të Edvinit. Edvini ishte në grevën e studentëve, po e dikte. Por edhe ai ishte kështu, i veçuar, nuk rinte, nuk donte as fotografi. Edhe i Gjerman. Gjerman. Apo hebre. Një fotografi bashkë me Shinasi Ramën të dy. Po, e kam përshtatshëm. Edhe kur japun këtij për shkak ky u miqsua. I erdhi mirë? I erdhi shumë mirë. Sepse s'kishte, ishte i biri atje dhe nuk kishte një fotografi një kështu. Edhe ata as nuk flisnin për shkak, Edvinin ke parasysh si natyrë. Dhe ajo fotografi bëri me fel që ta afrosh, edhe tjetra pastaj
unë kam qenë si i gjithë brezi im, për shembull, lexues i jashtëzakonshëm i përkthimeve ose i librit Tre Shokët. Unë e filloja e mbaroja dhe nuk isha. Dhe një moment kur takoheshim ne ke ajo Baruesti, ku rrinim gazetarët, i citoj 1, 2, 3 paragrafe. Thot ti e ma ke mend gjithë për mençtën, edhe që ke i çmendur fare, më tha, edhe kështu që ngeli kjo miqësia, por ky për shembull bëheshe shumë keq, se vinim pinim kafe në mëngjes atje, kur shikonin lan të gazetarin ton të asaj periudhe, që nuk e shqiptonte mirë, ose kur kapte gabime në gazetë, për shembull, ishte një shqipfolës ose një dashur. Duke mos qenë shqiptar. Duke mos qenë shqiptar. Unë e dija se ky ishte lindur rritur atje me atë gjermanistën e me. Jo, tha, unë jam lindur në Sarajev, 4-5 vjeç. Po, e di që ka lindur se. Nuk ishte por gjermanistën, siç duket, e kishte gjune e nënës, a kështu, për që e fliste jashtëzakonisht. Pa lindur në Gjermani, Pa lindur në Gjermani. Pa lindur në Gjermani, për që edhe ishte kështu, natyre veçantë. Nuk donte. Dhe thonte që kur nuk të lejonte që të paguaje kafen. Jo, kështu, jo. S'linde? Po pse? E kishte veçantim, i fel, nuk... Ti s'pate t'jeve do një kafe në njërë? Po, më së dita si se unë fillova kote fundit, kur ishte atë pa qefi, qik fillova të rije qik më dëndur me Bertin, këtu jemi ke liqeni, këtu ishte qik si pa qef në atë periud, edhe ikim, thoshte, mërzitesh atje dhe bënim gjiro. Qartë. Atëherë pasere në gjire fotograf atë, ona më lere thët aparatin, po më shqyqyre shpritzoje këtë, ku më dole dhe këj liber që unë e kam për zemër. Dhe bashkë me Kadaren, me Vrionin, duhet të ambyll me Zvarcin, duhet të ambyll me këta. Tani, ti ke një karrike për shkrimtarët, e jashtëzakonshme kjo. Ja, ky është albumi. Një karrike për shkrimtarët. Tani, si është historia e kësaj karrikes? Po, historia e karrikes është, Landon ndoqja një bursë 6 mujore në Paris. Dhe atje ishte një vend, një pavion atje në Georges Pompidou, në një qendër kulturore të madhe, ku kishte një pavion të madh për fotografinë. Më futi Luan Rama, atje më tha land këtu, tha ke. Ambasadori, jo politikani, gazetari. Dhe unë pas herë kur kisha kohë të lirë, shikoja albume fotografike nga më të ndryshmit në atë pavionin e madh. Dhe ajo që më mora vesh, ajo që më ngeli mua atje nga kjo, ishin shikoj të gjithë albumet fotografike me një tematik të caktuar lanë. Nuk ishin kështu, hajde fotot bukura shumë mirë, po kishin tematik. Dhe unë këtë me karriken, ose këtë me portretën e shkrimtarëve pata filluar para se tikja me bursën. Do të thënë ideja është një karrike nga ato Kosën Verit, të shtëpisë. Të shtëpisë atë. Mora. I uli atje shkrimtarët dhe fotografët dhe firmosin ata. Karrika ku është tani? Në shtëpi. E ke ti? E kam unë. Ajo kushton $1 milion, besoj. Jo, ka i shumë, po kushton. Vinë e shikojnë. E shikojnë? Po, e shikojnë. Në fakt, ajo është për ta ekspozuar. Po e kam ekspozuar, bides i ndjeri më i kom zeqo, donë të ta merte, ta fuste në muze. Në muze, ajo duhet muze. Sa tu janë firmat e... Jo, janë firmat e 26 shqiptarëve. Dhe një pjesë e tyre, për shkak të moshës, nuk jetojnë më. Ose mi, ke vënd dhe Zia Qelën, ke vënd dhe Elenën. Ja, po thuj se të gjithë. Diana Qullin pas ke vënd. Për punën time, për fatin tim, si me thënë, janë personazhet... Gjëveris për ju, po shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Foto tjetër? Si që tha kë Ylieti, tha që, shiko, tha, të gjithë kemi libra veç e veç, por neve, tha, të libri jemi gjithë bashkë. Ke karrige jemi të gjithë bashkë. Te karrige jemi gjithë bashkë, Natasha Lako, po. Këtë folëm, foto tjetër, folëm për këtë. Këtu kush është? Kjo është ajo vajzë që tashun nga fotot e para tek fotoçasti. Kjo është një vajzë që e ikur. Si ka emrin? Ida. Ne e njihnim kështu si Ida Çekja, një vajzë e bukur me fjalë dhe vonë u lidha me këtë, kur nxora fotografinë. Kjo është foto e parë që ti ke bërë te fotoçasti. Dhe kjo ishte 16 vjeçe për pasaport. Dhe ti ruajt e mbajtë. E ruajta. Ajo e kishte kur i thej, e kishte foto? Jo, e kishte fotografinë sepse ishte fotografi e pasaportës kur i thon, por që ngjarje nuk e mbante mend, pastaj u kujtua, jo kështu. Çfarë është kjo Ida sot? Tash është në Rom, jeton atje me fëmijë, nuk e kam idenë se çfarë, po kështu. Por nuk të thoshte, nuk të ka thënë gruaja se ti fotografon vetëm vajza të bukura?
Ka thënë asgjë. Jo, sepse edhe Brikena është e njohur mirë me punën time, edhe unë kur u martova me Brikenën, ajo e dinte punën dhe biles edhe Brikenën nëpërmjet fotografisë e njohit edhe Se si, e fotografova dhe pastaj mirë. Po jo, prit na e thonë se që nga shumë e bukur kjo. Po jo, kështu do fotografoheshin, pastaj aty në. Po ku e fotografove te Lulishte? Jo. Ku? Jo, ajo punonte në Teatër Topras, atë ku dhe unë pata punova disa muaj. Çfarë punonte Brikena te teatri? Ajo me ndriçimin merresh atje. Po, dhe ti fotografove Brikena? Unë fotografoj atje, kishte një trup bukur, pastaj u miqsuam, bëjmë fotografi këtu, një herë, dy herë, tre herë, pastaj krijohet ajo lidhje. Pas ke shfrytzuar postin? Postin. E ke shfrytzuar? Shumë postin. Foto tjetër? E ka këtë fotografia, e ka këtë. E ka, ha? Landi, kjo është më e bukur? Edhe kjo është. Jo, edhe kjo. Kjo është portreti më i bukur. Portreti i bukur është. Portreti më i bukur. Shika. Do të ky ishin kosovar në gjatë ardhjeve nga 99. Në 99-ën. Mars, besoj. Dhe ka bërë një tekst shumë të bukur Ana Oksa te ky libër. Ana Oksa, ha? Këngëtarja e famshme italiane. Këngëtarja e famshme dhe tha kjo nuk është fytyra e një plaku, por këto janë rrudhat e një vendi, tha. Dhimbja. Dhimbja e një, e megjithatë thoshte prap në sytë e tij, pavarësisht se ishte ke 90-tat, jetë krenaria. Do 90 vjeç ishte ky plaku. Po ishte rreth në 90-tave. Pastaj kur ndroi jetë familja më ftoi mua, por unë nuk isha në Kosovë, jemi miq me pa. Jemi miq të foto kjo lantasha. Dhe ça portreti ke bërë. Pastaj kjo ka dhe një kështu për shkakun që një nga këto kompanitë të mëdha të cigareve që operojnë këtu në Shqipëri, e kërkoi këtë foton, ja dhashun 4 foto të mëdha dhe e çoi në destinacion. Që do të thotë nga cigarja nuk vdes, e çoi në kompanitë e veta në Gjenevë, me fjalë. E i 90 vjeç pinte cigare? Që nuk është ta thënë, me fjalë që të pi cigare vdes. Shkruaj 90 vjeç, atë. Ti pi cigare? Jo. Pra, e kuptova.